Kryetarit dhe ishe prori të ushtrisë shqiptare të Kosovës Rafis Sejdiut, i njohur si inxhinieri, është mbajtur mbledhje komemorative ku është cilësuar lart jeta dhe vepra e të ndjerit. Ai dha shumë për organizatën tonë, për bashkimin dhe dinjitetin e veteranëve. Në çdo kohë, Baca Rafiz foli me zemër e me shpirt për drejtësi, për shok dhe për idealin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Gjithë jetën e tij ishte në luftë me plot betejë për lirin, për shtetëformimin, betejë për organizimin sa më të mirë të organizatës së veteranëve të luftës dhe mbrojtjen e vlerave të kësaj lufte. Jeta dhe vepra e Rafis Sejdiut u përkujtua edhe nga shokët dhe familjarët. Nuk ka asnjë proces kombëtar që është zhvilluar në këto hapësina ku ai nuk ka qenë prezent me punën dhe veprën e tij. Babi ishte njeri i veprave, i vendosur dhe i drejtë, në çdo situatë ruante dinjitetin, qetësinë dhe vendosmërinë. Varrimi i të ndjerit u bë në fshatin Ngreme të Ferizajt.